Maturantët të gjithë vendit zhvilluan sot provimin e dytë të maturës shtetërore, atë në Londën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. 180 maturantët e të gjitha gjimnazeve të Bashkisë së Matit e zhvilluan testin në Londën e gjuhës shqipe dhe letërsisë në ambientet e gjimnazit Pjetër Budi, ndërsa 90 maturantët e gjimnazeve të Bashkisë Klose e zhvilluan provimin në ambientet e palestrës së shkollës nënveçare Tahir Hoxha. Ashtu si në provimin e gjuhës së huaj, maturantët e nisën testimin në orën 10 dhe e mbyllën në orën 12:30. Maturantët u shprehen se provimi ka qenë nivelit nga mesatari deri tek i vështirë dhe presin nota maksimale nga ky testim. Provimi i sotëm ishte i vështirë, po kishim mësuar gjatë vitit edhe i bë. Ishte nivel mesatar, domethënë kishte edhe nga ato pyetje që ishin vështira me shpjegime dhe kështu. Kishte edhe pyetje të lehta, ato me qarkim për shembull ishin bazuar në tekst, kështu që s'ishin shumë të vështirë. Unë mendoj 10, po tani të shohim përgjigje. Provimi i sotëm ishte i vështirë për zotin në thënë drejtën, po i mundu me dhënë maksimumin. Kemi bërë çka kemi ditë. Koha ishte goxha e mjaftueshme. Pretendoj për 10. I kam bërë gjitha dhe besoj i kam bërë gjitha mirë, se jo mundu i kam pa pyetjet në detaj, jam kthe prap, nuk ka se i kam bërë shkelë shkallë. Provimi i gjuhës letërsisë ishte e shkallës mesatare, jo shumë i vështirë, pra normal për ato që kam mësuar ishte shumë i thjeshtë, koha ishte shumë e mjaftueshme, për ato që kishim mësuar normal kam pasur edhe kohë shumë të lirë në fund për të parë edhe një herë testin dhe gjithçka shkoi shumë mirë. Atëherë niveli i vështirësisë ishte goxha i lartë, por me përgatitje gjatë gjithë vitit dhe me përkushtimin tonë ja dolëm, koha ishte e mjaftueshme, edhe pyetjet kishin nivel mesatar. I gjithë procesi i testimit në Londën e gjuhës shqipe dhe letërsisë u monitorua nga Policia e Shtetit, e cila ka qëndruar nga fillimi deri në fund pranë shkollave në mënyrë që të shmangej çdo incident i mundshëm.